Prej pasojave të gjunaheve është kur të rëndohen punët, të blokohen çështjet, nuk ecë kur gjo. Gjithë shka çfarë fillon, vendoset një pengesë. Gjithë çfarë ti ndërton, vendoset një pengesë. Çdo rrugë që mundohesh me hap të delë mbyllur. Kjo është pasoja e gjunaheve. Andaj Allahu te bareke ve teala ka përmend në Kur'an: "Wa man yattaqillaha", e ai i cili ka tutën Allahut, yaj'al lahu min, Allahu jalla jalalu për çdo rrugë i bën makhraja, i bën një dalje dhe ja bën punët e lehta. Ndërsa në ajet tjetër Allahu te bareke ve teala përmend se gjunaçarit ja leçojna të keqen dhe devotshmit ja leçojna të mirën. Wa sanuyassiruhu lil usra, thot Allahu jalla jalalu, qafirit kena me ja leçu të keqen, ai let ka me kap të keqen. Ndërsa besimtarit ka thënë wa nuyassiruhu lil yusra, ndërsa besimtarët ja leçojna të mirën. Ndër ajetet më kërcënuese për mëkatarin, cila me ju bë e lehtë e keqja, letë e ban gjunaj. Ndërsa kur ta bëje punën e mirë, ranohet shumë, vështirësohet shumë. Andaj prej pasojave të mëkateve është që njeriu t'i randohen punët. Andaj ti e shef një njeri i cili nuk ka devotshmëri, nuk i tutet Allahu xhelle xhelalu, i gjen dyert e punëve të veta të mbyllura, i gjen dyert e bereqetit të mbyllura. Për çfarë arsye? Nga se i ka bën mëkat Allahu te bareke ve teala. E gjen si cili njeri i cili i ban gjuna Allahu xhelle xhelalu, s'mundet më kënaq me fitimin e vet, me rrezikun e vet, me atë e cila e ka para dorës vet, e ka në dorë, por nuk ja sheh hajrin. Kjo çfarë argumenton? Se ja ka vështirësuar dikush. Kush ja ka vështirësuar? Është Allahu xhelle xhelalu.